Në cilësinë e qytetarit, në cilësinë e klientit, pacientit, si do që ta quaj, mu mundova ta shprej se si e ndjem ne, të cilët nuk jemi të profesionit të psikologëve dhe që nuk e njohim nga buran dhe pse na përcjell gjithë jetën. Dhe këto e ndjem na si qytetar, por mos me kanë aty me neve, mos me shpërty në momentet më të paprituna, duhet me u trajtu. Edhe është shumë, unë e thash e lashtë, sepse doshta me metaforë, me kallëzu që nuk është që na ka lind dje kur jemi njoftu me një simpati ose me një djalë ose me një vajzë që po na pëlqen edhe po tutemi që pe humbim. Kjo është më e vjetër, braktisja dhe plaga e origjinës së braktisjes. Në fakt, kjo tema e braktisjes ose plaga e braktisjes është një çështje që mendoj që është prej më të rëndësishmeve. Që secili prej nesh ndoshta poshtë lart përballemi në jetën e përditshme. Mirë po, sa e dim ose sa kemi njohuri që na